2 javë pas mbylljes së kampionatit kombëtar të futsallit, Vllaznia dhe Tirana u përballën të shtunën në mbrëmje në Pallatin e Sportit Qazim Tërvishi. Ndeshja filloi më mirë për Tiranën, e cila shënoi para me anë të Iglit Xhesit që në minutën e 9 avantazhi i bardhëbluve zgjati vetëm 3 minuta pasi Fatus Behari barazoi për shkodranët. Goli i Çokajt në minutën e fundit të pjesës së parë duket se do të jepte avantazhin për Vllaznin, duke mbyllur pjesën e parë me rezultatin 2-1. Megjithatë, në sekondet e fundit të pjesës së parë, Kevin Kosova shënoi për Tiranën duke barazuar rezultatin. Me fillimin e pjesës së dytë, Vllaznia kaloi përsëri në avantazh me anë të Çokajt, edhe pse kuqeblut vazhduan të sulmonin me intensitet, portieri i Tiranës Rapi dhe shtyllat bën që shumë mundësi të mbledheshin pa rezultat. Nga ana tjetër, Tirana me lojtarë me potencial të lartë barazoi në minutën e 32 me Kleiver Gjokën. Në vazhdim Tirana shënoi edhe 2 gola të tjerë, duke çuar rezultatin në 3-5 të bardhëbluve. Pas këtij dizavantazhi, Vllaznia tentoi të barazonte, por pa e arritur dhe gjithë ndeshja përfundoi me rezultatin 3-5 në favor të Tiranës. Ndeshja u bë bukur, ekipi kishte përgatitur mirë ndeshjen, por fitoi Tirana sepse ishte më kujdesshme në raportin defensiv. Dhe si gjithmonë kur unë them në futsal kush gabon më pak fiton. Këtë rast Tirana gaboi më pak dhe fitunën. Ne kaluam me 2 në avantazh, 2 në rekuperuan. Fatësisht pak më ne, rrova me shtylla për portieri, po Tirana deri diku e meritoi fitoren, por sikur edhe ta fitoshim ne nuk ishim duke vjellë gjë. Bashkëndajmë vendin e dytë me Tiranën, duhet me pa pak golevarazhin se si, sepse Tirana ka me rekuperu dhe 2 ndeshje tjera, kurse ne kemi edhe 1 ndeshje me rekuperu. Duhet parë golevarazhin se pikë kemi tjera, kemi fituar në Tiranë, ata fituan sot këtu. Do të luftojmë deri në fund për me arrit këtij objektiv. Masandaj fusha do ta tregoj. Besoj si na përkitë ne rezultati pozitiv. U kështu e ka kjo lojë, kush gabon më pak, kush është më i qetë, ata e patën këtë gjallë e arritën në sukses fitoren, por si usha tregoj gjatë tjetër. Me këtë fitore, Tirana barazon me Vllaznin në kuotën e 12 pikëve duke ndarë vendin e 2 dhe të 3, ndërsa Flamurtari kryeson kampionatin me 18 pikë. Të treja këto skuadra do të përballen në fazën e play-offit për të diskutuar titullin kampion dhe për të siguruar pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve.